objektiva kryesore e Ramazanit, cila është? Shtimi i adhurimeve, edhe në cilësi edhe në sasi, dhe largimi i barrave që pengojnë shtimin, që nuk kupton mëkatet. Apo, mëkatet. A dini të janë dy problemet kryesore me mendimin e mirë, sikurse e përmendëm për munafikat, mungesa e bindjes në përkrahje, apo dhe mungesa e bindjes në falje. S'na falë Allah në që ka bo njërë këti, ka falë Allah këti? S'una me ndruun, ku me ndruun, ku me ndruun këtë? Që kjo qasje dekorajuse, të regonë se mendimi i keq është për Allah në të vartër. Mendimi i mirë për Allah në është se, sa dhe tu që ndryshëm. A që kjo Ramazani? E që kjo mendimi mirë? Edhe shtimi. Në përkrahje edhe shtimi i adhurimeve. Në kuptim të inkurajimit për shpërblema. Prandaj, kush mendon mirë për Allahun, vepron mirë. Qysh ka thonë edhe Hasan al-Basriu, edhe ka unë djetartë, pastaj masi, men hasune dhannuhu billah, hasune amaluhu lillah. Ai që ka mendimin e mirë për Allahun, apo i shtohen punë të mira për Allahun. Një, sinqerisht, që kjo është? Andaj që kjo mendimi mirë, që na e kuptojnë në Ramazan.